Jeta, unë turoj për çmimin që morët sonte. Faleminderit shumë. Si e vlerësoni organizimin e këtij show? Organizimi është shumë i mirë. Unë kam patur rastin ta ndjek këtë spektakël dhe në vite të tjera. Dhe me të vërtet më ka pëlqyer dhe kam shpresuar që edhe një ditë do të jem dhe vetë këtu dhe ja ku realizua, domethënë më së fundmi që edhe unë të jem në këtë. Isha shumë e lumtur që në radhë parë mora pjesë, por edhe për shpërblimin. Ishte kënaqësi. A mendon se Ziko TV po bën mjaft për artistët? Them drejtën, nuk është se kam shumë informata, sepse unë jetoj në Shqipëri, por me sa pash sonte, po, pse jo. Unë turoj shumë suksese dhe çmime tjera në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit e ti. Riva, unë turoj shumë për çmimin. Faleminderit. Si kalove sonte? Mirë shumë, po mënej manifestime tilla, po mënej është mirë që mas pari në artista takohen me zvetje dhe ke mundësi pak ma tepër mu pa dhe me nejtë dhe me shiju ato që na i kena prodhu gjatë vitit. Që ke edhe mirë së ardhur çmimi, faleminderit shumë, faleminderit për Zikot që na ka mundësu me i paraqit këngët edhe me uni mirë sonte. A mendon se çmimet shkuan në vendin e duara? Valla, une nuk kam diçka që kisha mujt me thonë, me ndryshu diçka, po mënej çmimet ishin reale. Edhe unë për veti menoj që ishin reale, tash nuk e di që shishojnë tjetë, po për mu ishte okej. Unë dëshiroj shumë sukses në të ardhmen, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, falenderoj edhe një herë Zikon edhe falenderoj gjithë shikuesit e televizionit juaj. Mirëmbrëma, Manuel. Mirëmbrëma. Turoj për çmimin. Faleminderit shumë. A mendon se çmimet shkuan në vendin e duhur? Unë i falenderojmë shumë për çmimin, por më ka pas vlerë shumë të madhe sepse është për albumin më të shitun pop rock. Unë i falenderoj shumë Zikon, por më shumë i falenderoj publikun shqiptar që më kanë votu si dhe jurin. Unë turoj shumë sukses në të ardhmen, faleminderit shumë. Faleminderit kënaqësia ime. Rovena Spari turoj për çmimin. Faleminderit shumë. Si e kaluat sonte? Po shumë bukur, ishte një kënaqësi e madhe që të gjithë emrat e muzikës shqiptare, pothuajse kryesisht muzikës Kosovës ishin këtu, edhe unë kisha kënaqësinë që isha mes tyre, pse jo, edhe unë ndjej veten kosovare bashkë. A mendon se çmimet shkuan në vendet e duhura? Po, kishte shumë çmime dhe besoj që gjithë artistët janë shpërblyer, diku ndonjëri me këngën më të mirë, ndonjëri me videoklipin më të mirë, apo me, ku e di unë, mashkulli më mirë apo femra më mirë. Krejt kanë marrë dhe besoj që krejt janë kënaq. Rovena, unë turoj të marrësh edhe me shumë çmime në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, edhe unë ju falenderoj shumë juve, falenderoj Ziko, edhe fansat e mi gjithë kudo që janë. E do nëse me mësumet pati në seantare juris, qështu dok? Shumë problemi madh, definitivisht, shumë ngarkesë e madhe veç edhe shumë ndjenje mirë në të njëjtën kohë. Mas pari e falenderoj Ziko TV edhe stafin e Ziko TV që ma kanë mësua dhe që ma kanë besu këtë punë. E falenderoj edhe shoqëruesin tem Rolandin që ka pranu me konsonte këto me mu. Falenderoj edhe ty që e ke marrë punën tem, edhe episodit koft, se shumë mirë po të shkojnë. Ka mirë marrë edhe ti mirë për shkojnë kë emision episodit e juve, kështu që unë po vazhdoj me qenë antare juris në procesin sene. A po të vështirë me zgjedhë çmimet? Ka qenë vështirë, është fakt se ka pas shumë këngë, shumë videoklipe, shumë albume, shumë të mira, që edhe u kanë edhe problem, po masi kem juri kështu pak si jo të familjarizum, po që kuptomi shumë me njëri tjetrin edhe që dumi shumë, edhe që kemi punu edhe ma herët bashk, na ka ro puna ma letë, se e kemi ditë krejqien e se cilit, edhe e kemi pas ma letë me vendos. E do në shpresoj herën tjetër të shoh dikon më lartë, në një pozit më të lartë, edhe të urej shumë suksese. Faleminderit shumë. Sa ishte vështirë puna që bënët sonte? Po si them, këtë edicion të nominimeve për fitus në Zhurma Show në gjitha zhanrave, kishte këngë shumë bukura, videoklipe shumë të mirë dhe këngëtar shumë të mirë dhe ishte shumë vështirë të përcaktohesh për më të mirët. Megjithatë fal një pune profesionale të juris, unanimisht janë përcaktuar për këto këngë që kanë fitu sonte. A mendon se Ziko TV po bën mjaft për artistët? Është e mira që unë me Ziko kompani kam punu ka 20 vite që njifemi,
dhe si dy produksione, unë pronari i produksionit muzikor Lori dhe ai pronari i produksionit muzikor Ziko, mund të them se Ziko asnjëherë nuk ka rreshtur të kultivoj këngën e mirëfillt të gjitha zhandrave, sidomos të zhandrave të muzikës argëtuese, dhe unë e përgëzoj për një punë që e ka bërë në të kaluarën dhe e përgëzoj për një guxim që ka hap një televizion dhe sidomos e përgëzoj për bashkëpunimin që ka zgjedhur një televizion tjetër lokal si Motër, televizionin e Opinionit dhe një televizion në Maqedoni. Dhe jam shumë i lumtur që megjithatë një mbrëmje modeste e tillë ku përmbyllet një karrierë e suksesshme e këngës e muzikës që po zhvillohet në gjitha trevat shqiptare, e përgëzoj për guximin si Ziko televizionin, ashtu edhe televizionin e Opinionit që na dhuron një kënaqësi të tillë këto kushte modeste me bën një transmetim të këngës. Unë dëshiroj punë palosshme të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë, ju përgëzoj për pjesëmarrjen në këtë manifestim që i keni dhuruar publikut kosovar, një mbrëmje shumë të këndshme. Faleminderit. Y'all ready for this energy song? Shapakon ula nga teje e ti na tjetrenon keshe nuk vreje